Mirë më ngjesi nga unë edhe nga Logan që është ullur këtu në shesh. Hajde të marrë që mamë. Opa! Dhe, po hap një pako. Të mbaj unë kamerak. Të cilën sa po e morëm nga posta. Did you help? Yes. What is that? What is it? Oh dear, what is that? Unë e flasër dita shqip këmë këtë anglisht. Me të shqip, kur gjoj ca fjallë që kjo e thot anglisht, më mësor dhe mua goja të them anglisht. Vajtën të posta, mora, kisha përstër në Amazon këtë Face and Body Lotion nga Johnson. Është Cotton Touch, më më thënë desha me pa tjetër këtë, sepse thonë që ka aromë fantastike, edhe o bëra shumë kurioze desha të provoja. Kisha shumë kohë që e kërkoja në përdyqane, nuk e gjeja, dhe e mora në Amazon. U këthyëm pak të turku, blem fiksimin tim, që janë këto biskotat, këto, që qënë këto, wafers me kakao, sigurisht që djath mërë, shumë të në raste e marrë të blonë, nuk pëlqen shumë. Mora disa fara, po shikojmë Big Brother, ham fara. Tjetër që mora të turku? Mora këto salqicet, që edhe këto i preferoj shumë. Nuk kam që të bëj, pëlqej është mëse shumë. Mora ca kumbulla, nuk e di janë 1 kile, besoj të pakës më shumë se 1 kile nga këto. Duken që janë shumë të mira. Këtu. Dhe mora një dashuri tjetër të jetës time që janë ftojnë, unë vdes për ftojnë. Si kur të kem mundësi, të kem një garde, du të ambush plot me pen ftojnë, se dhja bëhet tu, për që mora 3 copë, ishin 3 copë 2 pound. Ta shi Logan dhe hash buk. Këto kushtuan 20 pound, pas ta ju këtheva tek Sainsbury. Mora buk. Ma më përqe shumë kjo buka, Albani jashtë shpif nuk e do fare. Tjetër mora dhe këto. Desha të merja një vegeta të Sainsbury për gatime, por nuk gjeta. Më lodhe, api. Ha buk të jas ha buk, api. Vesh në këto dhe hash. Why? No. Baro këtë, ti ma më morë. Do të gjitha ndorë. Baro këtë, ti ma më... Qardo? E do këtu? Mori tasë, e do në tasë të dush. Okej, 2. 1, 2, okej? 1, 2. Ha, ato ti ma më morë pas ta, okej? Thank you, mami, të lutem. Po, të kësha për ty, më tha thank you. Mora këto 2 atë Sainsbury, bukën edhe ato. Këto më kujtojnë Shqipërinë. Ta shpër marë, se s'kisha ngrën kisha ko. Se lek bëjnë këto të Sainsbury, nga 3 pound dhe të bëjnë këto. Edhe, do thoni ju, arsyeja pse dolëm, 2.10 pas kam bërë këto. Jo, po 2.10 kam bërë. Dolëm, sot është ditë e premte, është data 14 mars, me qallafi gëzuar ditën e verës të gjithëve. Do vendosin verorit pak më vonë. Ditë e verës dhe vërtet bëri ditë verë, pavarësisht se në mëngjes kur çova ishte -2. Thoshte -2, po ishte 1 gradë. Tani nuk e ndjeva fare se sa ftohtë është, sepse ka dalë dielli dhe kur del dielli e ndihmon goxha ditën të duket shumë e ngrohtë, 5 gradë. Do të thënë ta marrësh me gradë ftohtë është, por që ndihet goxha e ngrohtë nga dielli. Edhe, jo vetëm në Shqipëri, po edhe neve kemi një herë ditë vere me diell. Nuk e mbaj mend vjet për vjet, me thënë drejtën, po mbaj mend historikisht në Shqipëri çdo ditë vere ka bërë realisht ditë vere. Jo ditë pranvere, po ditë vere, dilje me mend të shkurtra, një diell o zot fantastik. Edhe e kemi edhe ne sot këtu. Kështu që gëzuar gjithëve ditën e verës, do t'i vendosim pas pak veroret. U çova në mëngjes, do çoja Loganin në çerdhe, sepse sot është e premte dhe kishte çerdhe. Por, po qante, donte që unë t'i kruaja veshin përsëri. Nuk e di ua thash apo jo përpara disa ditësh, i ka dhëmur veshi goxha. E përpara ca ditësh ndihej shumë i nxehtë, por kur i mata temperaturën e kishte vetëm 37.1. Do të thënë, ka gati 2 javë që një ditë i dhëm veshin, një ditë
jo, një ditë i dhëm, një ditë jo, një ditë temperaturë, një ditë i dhëm veshi. Ka qenë që këshu, më keni parasysh çfarë do të them. Edhe sot përsëri, mora në telefon gjipin, edhe i lash takim, nuk e çova në çerdhe, dhe ma bërën takimin direkt për në orën 10, shqyr. E çova, edhe ka infekcion në vesh, nuk e di se nga i ka ardhur si qyshtek, thjesht që ka infekcion, dhe më dha një ilaç në farmaci, sa po e mora. Do të thënë kjo ishte arsyeja që dolëm, por duke qenë se prita ilaçin, shkova brodha dhe që kisha të gjëra për të blerë, domethënë. Këto që pat juve. Por problemi është që ky ka penicillin. Penicillina mund të jetë alergjike për shumë njerëz. Mami im është një ndër to dhe duhet të kem shumë kujdes kur t'ja jap. Unë nuk e di nëse as unë vet, pas Loga nuk e di nëse kemi alergji nga penicillina, sepse s'e kemi provuar ndonjëherë. Do t'ja provoj për herë të parë, shpresoj shumë që të mos ketë alergji. Këto do t'ja jap për 5 ditë me radhë, sigurisht nëse ka alergji, nëse fillon enjtet, skuqet, bëhet me puçra, djersine, ku di unë, do ta shikoj që ka diçka, atëherë patjetër që do t'ja stopoj, nuk do t'ja jap më dhe do ta çoj direkt në spital. Në të kundërt, nëse nuk ka alergji, do t'ja jap për 5 ditë, do ta lexoj këtu se si jepet. 3 times a day, domethënë 5 ml, 5 ml 3 herë në ditë për 5 ditë. 3 herë në ditë antibiotiku. Tunde fort thot. Anyway, do t'ja jap pastaj dhe shpresoj shumë që të mos ketë gjë çunim. Për këtë arsye nuk e çova në çerdhe sepse po qante dhe donte që unë t'i fërkoja veshin, edhe nga veshi rodhi pak dyll, i kishte rridhur edhe para ca ditësh, dhe sado që unë t'ja pastroj, normalisht që s'mund t'i fus atë gjë, t'ja pastroj deri në fund, ai do ta rrjedhë vetë dyllin, edhe pata një mendim përpara se ditësh, thash mos ka infekcion, po aq e kaloj. Pastaj u ankua prap, e sot në mëngjes u ankua prap, e thash no, nuk e çoj. E shqyr mirë për aq që nuk e çova. Dhe kështu më goca. Tani do çoj këto në përbënde dhe gjëja e parë që do bëjmë bukë të ham. Logan ka pirë një shisha me qumësht, por do të ha edhe bukë. Nobody told you this before, but you outshine the sun. The type that I've been looking for. I've seen you inside my dreams. So baby, come a little closer. Know that you are the only one. I wanna see your body move. Don't be afraid. And baby, keep the lights on. And baby, keep the lights on. So can we keep the lights on? I wanna see you. This world can be an ugly place. Sometimes it brings out the worst in us. But when I see your pretty face, it all fades away. Yeah. Let me climb up your mountain. Let me search through your valleys. I got my eyes wide open. Hi. Hi there. Hello, nga dita numër 2 a 3 a 4, nuk e di, po një ditë tjetër. Dje I nisa Loganit antibiotikun edhe shqyr zotit, nuk I bëri alergji, ja ku është. Ja ku janë çunat e mi? Po, kush do vi tani Logan? Do vi treni? Si që shikoni jemi tek stacioni treni, po presim trenin. Ishim një xhiro nëpër Londër, vajtëm tek Tower Bridge, u plevitosëm, trenjes. Pastaj vajtëm hëngrëm, pastaj vajtëm një xhiro tek dashuria ime Primark edhe që kam bler të ua tregoj në shtëpi, edhe tani po ikim. Edhe po thoshim si na iku dita kaq shpejt, sepse është ora 5 pas dite. Edhe kështu, e mora kamerën, po ja që po e hap tani, se nuk kam xhiruar gjithë ditën fare, as më ka vajtur mendja. Le njëherë që ishte shumë ftohtë në Tower Bridge ku ndaluam për të bërë disa foto, frynte një erë, na kujtoi Skocinë, kështu që vajtëm bëm ca foto shpejt dhe ikëm direkt, nuk ndenjem as pak atje. Shpirti im si më shikon.
Do t'ju tregoj në shtëpi çka kemi marrë. Leva të gjëra shumë të bukura. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamera, yes. Sa po erdhëm në shtëpi, Logan po fle, e zori gjumi rrugës, kishim 40 minuta rrugë me makinë, edhe e morëm nga makina, e solli Albanin në krah këtu, e kam mbështjellur me pëllushin tim, akoma po fle gjumi, mendova që do t'i ditle gjumi, por jo, edhe kur ikëm me zuri për gjumi, edhe tani që erdhëm, dhe është ora 6:20, kështu që imagjinojeni çfarë do flerë Logan sot në darkë. Do t'ju tregoj këto gjërat që mora tek Primark, shumë pak gjëra mora, po mora gjëra më të bukura. Mora 2 të tilla, ju tregova që pa ta marr edhe 2 copë si këto, dhe vendosa ushqimet, janë disa ushqime si thash që mund të ngele në qeska, apo ku di unë, gjysma, edhe i vendos këtu. Shumicën e ushqimeve i kam nëpër vazo, ose nëpër ato kontejnerat me qelq edhe me kapakun bambusi, për që mua më pëlqejnë shumë, por nuk i kam të gjitha në ato, dhe ka ushqime që më ngelen nëpër qeska, gjëra që mund t'i përdor shumë rrallë, ose për shembull niseshte, ose keni parasysh gjëra kështu, dhe duhen këto, duket shumë i rregullt sirtari raftin në qoftë se vendos në këto, që të keni parasysh se mbasi nuk e dini çfarë është thjesht një shport. Ngjan si ato arkat e Shqipërisë. Edhe kushton 3 pound një, po që janë shumë të mira, më pëlqejnë shumë. Mora 2 të tilla, meqense se i mora dhe ato të para ngjyrë bojqelli, vazhdova me këtë linjë që të mos i ndryshoja. Këtu kam një qese, kam edhe një qese tjetër, mi dha ajo goca kështu. Albani po bën kafe, nuk e din nëse u thash apo jo, dhe dëgjohet kofi mashina. Me gafora, shikoni se kjo, me gafore me të gjitha anët, 1, 2, 3, 4, 5, më duket 5 gafore, 2, 4, 5, po. Është qelq goxha i trash, shumë i plot, kushtonte 6 pound një, unë mora 2 copë, edhe po thoya që ajo goca më futet që të mos hyeshin nëpër qeska kështu më vete, shumë të bukura. Wow. Edhe mora 2 që t'i kemi unë edhe Albani për të pirë Freddo espresso, Freddo cappuccino, gjëra kështu të ftohta, domethënë për në verë me akull, është fix kjo gota. Është goxha e madhe, shikoni dorën time. 6 pound një, shumë të bukura. Desha të merja se ajo pjata e verdh me lule që ju pata treguar përpara disa videosh, por nuk gjeta, se ajo që mora 1 dhe më ngeli mendja pse nuk mora edhe një tjetër, të paktën të kisha 2. Nuk gjeta, po hajt, s'ka problem, më kënaqën këto sot. Dhe gjëja ime e preferuar për këtë mini haul është kjo. Mora një xhaket yll, shumë e bukur. Është e mora masën large, në këtë ngjyrë shumë të bukur të verdh limoni, kjo e verdha si pudër që ka dalë shumë në mod tani dhe është ngjyra pranverore shumë e bukur. Masa large, që të më rri pak e madhe, oversize, edhe materiali shumë i plot. Unë ju kam treguar që këto xhaketat me ngjyra i marr tek Shein dhe janë identik material, kaq të plota dhe ato shumë të mira, kam marrë ngjyrë roz, ato baby rose shumë të bukur. Ka marrë një ngjyrë Leila, që është identik me rozën, që vjet, nëse e mbani mend, dhe gjithmonë kontrolloja që të merja identik atë xhaket, po në ngjyrë tjetër, domethënë e doja në ngjyrë të verdh, në këtë të verdh limoni, por s'kishte. Ato xhaketat janë në ngjyrë roza, Leilaja që ka marrë unë e zezë, më duket se është edhe një e bardhë në mos gaboj. Vetëm 4 shiten si ato, tash unë s'kam parë, nuk e mbaj mend të kam parë në Shein
xhaket kështu, ndoshta s'kam parë këtë të verdhë se do ta kisha marr, po meqense unë kam provuar ato xhaketa, doja ta merrja identik si ato sepse kam prerje shumë të bukur, më rrin shumë mirë, po s'kishte ngjyrë. Dhe kur pash këtë sot e Primarku, zot sa e bukur është. Prisim ta provoj çik. Tani nuk shkon me këtë veshje, me këtë bluzën që kam veshur unë, po thjesht shikoni se si më rri në rast se doni ta porosisni. Unë siç them gjithmonë jam masa medium, por duke qenë se këto xhaketat dua të rrinë çik të gjera dhe kjo e prerja e kësaj ka lezetin të gjerë, prandaj marr masën large. Tash këtu shikoni? Prisim ta ngre çik më shumë kamerën, se kam vendosur te këndi këtu poshtë, ja. Është shumë e bukur. Xhepat i ka, duhet i ketë të plot, thjesht i ka të qepur. Hajde tadi. Wow. Bukur, do thoshte Logan. Pas ka xhep të plot, edhe këtë nga ana tjetër, edhe ja si rri. Është e gjatë, të mbulon, do më thëmë që i bife, të mbulon goxha. Për ta veshur edhe me fund të shkurtër, edhe e mbulon fundin, siç më pëlqen mua, që mos të dali fundin aposhtë, po të jetë fikse. Yll. Kjo kushtonte 24 pound, nuk mos ka boj. 24 kjo fal. 42 pound këto. Pastaj vajtëm tek, do të thënë përpara kësaj, vajtëm për të ngrënë. Hëngrëm. Edhe madje morëm një pjatë, ku është ajo? Pas kam këtu. Morëm një pjatë me të gjitha llojet e mishrave dhe ishte shumë e madhe dhe nuk e mbaruam dot dhe morëm me vete. Janë edhe 2 vakte të tjerë këtu. Ke uri shpirt? Ke 2 orë gjysmë 3 orë që ke marrë. Shumë të mira, por ishte nuk e kthej dot se do bien të tëra. Tani, unë sot jam për të larë, por duhet të bëj thonjë se i kam në mënyrë skandaloze dhe këtë e theva në mes, kështu që duhet ta rregulloj. Dhe përpara se të lahem, bëj mirë të gërryej thonjt, që do bëhet pluhur e këshopis. Pastaj të lahem, jo, duhet të gërryej thonjt, duhet të bëj xhelin, pastaj duhet të lahem e pastaj duhet të bëj ngjyrën. Flasim më vonë.